Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe shikues, jemi me mua Bindina Sherife në emisionin ton Debat News, ku sot në studio kemi të ftuar zotri Adnan Azizin, i cili është shef i shtabit politik të koalicionit Vlen, gjithashtu është deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Zotri Azizi, mirë se ardhët. Mirë se vjen, me kënaqësi. Kënaqësia është e jona, padyshim. Zotri Azizi, fushata ka filluar jo zyrtarisht motiku dhe ajo ka nisur me tubime, takime të ndryshme dhe hapje shtabesh gjithashtu. Desha të di se sa jeni kënaqur nga sekretari i shtabit ju, nga jehuna që keni pasur në opinion. Mirë, fushata zyrtarisht fillon me 29-in, do thotë kjo periudhë ka qenë një para fushat, që i ka parapri ne kemi hapë zyrat që do të jenë edhe shtabet zgjedhore në fakt të Vlenit. Është një jehon dhe një organizim shumë i mirë, me kënaqësi e them se jemi mobilizuar në maksimum, dhe këto zgjedhje jemi me gjithë predispozitat që këtë garë Vlenit të dalë fitues në kampin politik shqiptar, respektivisht i fitoj komunat ku garojnë shqiptarët. Për ju personalisht sa është e vështirë të udhëhiqet një shtab me dhe theme që është në koalicion me 4 parti? E kam menduar se do të jetë shumë vështirë, për faktin se edhe kur garon si një subjekti vetëm, gjatë periudhës zgjedhjeve ka intensitet edhe shpesh herë ndodhin edhe keq kuptime. Jemi befasuar pozitivisht që Vleni po integrohet me zvete aq mirë, aq ka harmoni dhe kohezion. Jo 4 subjekte, ne kemi plus edhe lëvizjen vetëvendose, lëvizjen arbëria, dhe kemi arrit të harmonizojmë edhe strukturimin e shtabeve, edhe gjitha platformën politike për qeverisjen lokale, programet, organizimin, agendën, kalendarin, dhe ka funksionu jashtëzakonisht mirë, për dallim pjatin e tjerëve që akoma së bëhen më një tavolinë gjithë bashkë. Sa i përket terrenit, cilat janë vështirësitë eventuale që i hasni ju në teren? Tash është, unë e kam thënë edhe në disa emisione tjera, do me thënë në këto zgjedhje ne kemi një avantazh për shkak se BDI nuk i ka mekanizmat që i kishte, me thënë që keq përdorte mekanizmat e shtetit, policin, shërbimet, drejtoritë e ndryshme, inspektoratet e ndryshme, nuk i kanë më këto mekanizma, edhe qytetarët ndihen të çlirum, nuk ka presion, nuk ka shantazh, nuk ka si të them, keq përdorim të institucioneve, të vetëm mekanizëm që e kanë këtë punën e shpifjeve, në fakt disa gazetarë, që unë i quaj mercenarë, që në profilet e veta shpërndajnë, do me thonë, liderin e BDI-s, bëjnë komente si tifoz dhe militant të BDI-s. Kjo është e vetë një gjë që merren ata me shpifje, jo me fakte, jo me argumente, nuk kanë ofertë, po edhe kësaj jemi mundu t'i përgjigjemi në maksimum dhe besoj që i kemi demasku për çdo shpifje dhe qytetarët mojën plotësisht të informuar se gjitha ata akuza që i bëjnë ndaj neve kanë bëjnë vetëm me shpifje. Dhe gjitha ata që i kemi thënë ne, jemi duke i argumentuar për çdo ditë me fakte, me argumente. Zotri Azizi, ju pretendoni të sjellni ndryshim dhe diçka më ndryshe. Unë desha të di se çfarë risi mund të pres opinioni nga Vlen kësaj here. Ja, tani ndryshimi edhe në pushtetin qendror është esencial. Thot në të kaluarën, do me thënë, është bërë show në qeveri, duke demonstruar se shqiptarët kanë shumë pushtet, kanë shumë ndikim. Ne dominojmë edhe në qeveri, duke luajtur edhe me top, do me thënë, duke shëndru qeverin në fush futbolli, por realisht ne kemi kap të gjitha çështjet një nga një, edhe obligimet që rrjedhin nga marrëveshja e Ohrit, në thelb, në esens, nuk kanë zgjidhur asnjë problem. I kanë lënë gjithë problemet të hapura dhe asnjë projekt, asnjë punë, asnjë ligj nuk është miratuar në favor të shqiptarëve. Ose është nisë një punë dhe është lënë përgjithë, ose s'është nisë fare. Thotë, në atë periudhë ka funksionu vetëm marrëveshja që i kanë bërë ato për tendere për biznes. E tani, vim të qeveria jonë që është një qeveri 15 mujore dhe është qeveri pa asnjë skandal korruptiv. E para. E dyta, ne kemi sjell vendim për përfaqësim të drejtë dhe adekuat.
në institucionet e shtetit, që përmbyll një problematik me ligj. Tani ka dallim shumë, ka sjell një vendim një qeveri dhe kur ajo bëhet normë ligjore dhe kushtetuese. Pastaj sollën vendimin për legalizimin dhe akreditimin e medreses. Po ashtu ishte një mashtrim klasik para zgjedhjeve të kaluara që në fund të rezultoi se ishte mashtrim. Ne zgjodhëm një problem, domethënë 4 dekadësh të gjithë atyre gjeneratave të medresantëve dhe hoxhallarëve që mbetën pa diploma të akredituara. Po ndajmë buxhete edhe për shqiptarët në mënyrë proporcionale. Realisht marrëveshja e orit, shtillën kryesore ka decentralizimin fiskal dhe decentralizimin e pushtetit qendror dhe afrimin e pushtetit me qytetarin, që nënkupton decentralizimin dhe ne për herë të parë kemi bërë që 250 milion euro të shpërndahen nëpër komunat shqiptare. 83 milion euro janë shpërndarë këtë vit. Dhe ju e shihni se për herë të parë pasardhjes tonë në pushtet po punohet në çdo komunë shqiptare. Mos flasim për Tetovën që më shumë i përngjan moni kantierit ndërtimit në çdo mohall, në çdo lagje, në çdo fshat, në çdo cep ka një projekte dhe po punohet, edhe Zhelina njëjtë, po edhe komuna tjera. Fal qeverisë që i ka detyruar komunat të zgjohen nga gjumi, që ishin, domethënë, me vite, me dekada ishin gjumë dhe nuk ishin të realizuar ndonjë projekt të theksuar për qytetarët. Dhe unë besoj që kjo është dallimi esencial, që ne po flasim me vepra, po bëjmë punë konkrete dhe ato kanë bërë vetëm show, kanë bërë folklor patriotik dhe në fakt rezultati është zero. Kur jemi tek fushatat, desha të di cilat janë problemet ku ju e fokusoni më shumë fushatën tuaj. Tani, unë mendoj avantazhi në këtë zgjedhje është edhe ato nuk preferojnë të ballafaqohen pikërisht me ofertën tonë në dy rafshe. Vleni ka kandidaturat më të mirë që mund t'i sigurojnë një subjekt politik. Në rast se mirëni e shifni dhe analizoni profilin e kandidaturave të Vlenit, gjithandej janë kandidatura shumë të etabluara, edhe në aspektin profesional, edhe me kredibilitet, edhe me respekt të qytetarët që kanë, dhe pjesa tjetër është që ne kemi ofertë. Kemi detektuar gjitha problemet e gjithë qytetarëve në komunat shqiptare dhe dalëm me program konkret se si zgjidhim ato. Aq më tepër që kemi shembull konkret, e kemi Tetovën dhe Zhelinën që ne kur kemi dalë me atë program ambicios, qytetarët e Tetovës na kanë thënë nuk duam asgjë tjetër, vetëm 3 probleme, në rast se i zgjidhni, krejt dua japim votat. Ka qenë ujë pishëm, mbeturinat, qente ndacak. Këto 3 probleme janë haru, askush nuk flet më në Tetovë për këto probleme. Ne flasëm për 200 projekte të realizuara, mbi 55 projekte që janë në realizim tani. Dhe tani mo tetovarët flasën për standarde, për projekte, për pishina, për shkolla moderne, për bulevarde të reja, për investime dhe projekte që Tetovën dhe bëjnë lider në Ballkan, dhe problemet që ishin të kalumen janë të i kalume. Edhe Zhelina është njëjtë, është të punu edhe me intensitet shumë të lartë, edhe komuna e Çajirit, ne nuk kemi asë një pengesë. Ata kanë pengesë, tereni është qelë, qytetarët për na përkrajnë masovikisht, atë e shohëm edhe në teren, kemi edhe matjet tona, dhe në mënyrë absolute Vleni është favorit në çdo komunë shqiptare. Përveç një që s'kemi kandidatat i ka BDI-ja dhe besoj që ati tjetë favorit BDI-ja. Zotëria Azize, ne në fakt ju i cekët të gjitha pretendimet e juaja dhe synimet e juaja që keni në fushat, po gjithashtu ekzistojnë edhe disa zëra, është një opinion i pjesëshëm që mendon që fushata e Vlen është e fokusuar vetëm në shkatërimin apo zhdukjen e BDI-s. Çfarë mund të thoni rreth këtyre zërave? Shif, tani kjo fushat lokale, janë zgjedhje administrative. Dhe fokusi janë ishte krije kput në ofertën më të mirë, në kandidaturat më të mira. Në mungesë që
Aki, apo se di si me e quajtë tash fronti dikur, në munges të ballafaqimit, guximit ballafaqimit që ballafaqohet me ne, mundu të imponoj kartën nacionale, duke në akuzu neve për botën sërbe dhe vazal të vëmëros, që të dijat ne ishim të detyruar me fakte të argumentojmë se vazalet e vërtet ishi ju, edhe të Mjelkovit, edhe të Gruevskit. Dhe në momentin që zhvilloheshin negociatat për në qeveri, ju rinit prapa djerve të vëmëros. Bile edhe pasi që jemi fut në qeveri, unë vakëm përmend dhe ato kanë reagu se nuk kanë qenë në dhomën 161 parlamentit që e kanë lutë vëmëron. Nuk e dum kryetarin e parlamentit, plus me 2 ministra ma pak, largonja vlenin për qeveri e do vim ne. Dhe të njëjtën e vërtetoj para disa ditëve, dëshmitari i gjallë që ka qenë prezent, që ish mendu Thaçi, dhe mbrame se par mbrame tha edhe Nikolovski sa është e vërtet se na kanë lutë që me 2 ministra ma pak, pa kryetarin e kuvendit, që BDI-t bëhet pjesë e qeverisë me kusht që ta largoj vëmëro vlenin nga qeveria. Kjo është e para. E dyta, po dalën tani faktet se kush ishte bota sërbe. Me fakte po flasim, ne Bujari ishtë 11 herë në Beograd, asë njerë në Kosovë. Ali Ahmeti pa asë një regull protokolleve që janë ndërkombëtare, prit të vuqishin sa herë që vinte në Maqedoni. Dhe tani, sot besoj të këshin djek ju edhe mega skandali që ndodhi, që miku i Ali Ahmetit ka bgji 500.000 euro akcione nga Mjelkovi dhe ja ka shit bankës sërbe. Dhe kjo punë është, në me thënë, është bombe vërtet se kush ishti lidhët me botën sërbe financiarisht dhe politikisht. Po del lakuriq në skenë se ajo është pikrisht BDI-ja. Dhe tani ato e luajnë atë, si të them, me atë maksimën e famshëm, të them sa s'm ke thanë. Po ne jemi të përgatitur edhe po nxjerrim fakte se bota sërbe, fijet e botës sërbe, implikimet financiare i ushtjeu, i vu në përdorim dhe është në komunikim edhe me bankën, cilën e përmendi sot edhe kryetari Kasami, është pikërisht miku i Ali Ahmetit, respektivisht vjeri i djalit të Ali Ahmetit. Ju po e mbroni shumë mirë fushatën tuaj dhe partimet të cilën njeni, unë desha të di rreth fushatave të rivalive tuaj, çfarë mendimi keni më detajisht? Shif, tash, pak është e përgjithshme se këto dallojnë, domethënë fushata dhe zgjedhjeve komunale dallon nga ajo presidenciale. Për shembull, në rast se i nisemi analizës për Tetov, unë e thash edhe dikun tjetër. Bilali është i pa konkurent dhe ka përballë një kandidat që ka qenë këshilltar Çiraki Teuta Arifit, që s'ka asnjë kredo, pasi që nga deklarimi i parë tha, unë do ta vazhdoj aty ku e ka lënë Teuta Arifi Tetovën, pasi që ki ka qenë këshilltar. Thotë, flasim që ato duhet ta kthejnë ose kërkojnë ta kthejnë edhe Tetovën, edhe shqiptarët mbrapsht, edhe aty ku po ndodh një ndryshim pozitiv. Për shembull për Bilalin, për Tetovën, jo që flasin vetëm shqiptarët, po flasin edhe pala tjetër se është bo një revolucion në Tetov. Në çdo pikpamje. 24 orë ke ujtë pishëm, ke pastërti gati numër 1, ke në Maqedoni qytetin e Tetovës që s'ke me turina, nuk ke si dikur depo të egra, nuk ke qenë ndacak, e ke infrastrukturën gati çdo kund, ke intervenime dhe të rregullume dhe Tetova po bëhet edhe qytet që po realizon, do me thënë, edhe në për shkolla Bilali 3 pishina, ku fëmijët shqiptarë do kenë mundësi që të mësojnë edhe të ushtrojnë notin. Ndërtojnë shkolla prej fillimi, kemi hapur 2 bulevarde, janë duke u hapur edhe 2 bulevarde tjera, po bim investitor në Kodrën e Diellit mbi 500 milion euro,
po bëhet qarkorja në kodrën e diellit, po bëjmë planet urbanistike, po ndërtohet koridori 8, se ato bënin show, si se cilën erë para zgjedhjeve prenin nga Nishirit, po 20 vite s'u bë koridori 8. Ne po lishojmë akse ka 20-25 km, do me thonë gati për çdo muaj, dhe shkon drejt realizimit, po punohet edhe rruga Shkup-Blac, ju e shifni, ne kemi nda, do me thonë, një sasi shumë të madhe edhe për kampusin Nën Tereza në Shkup, për parkingu Nën Toksor në Qarshi, kemi nda 70 milion euro për spitalin në Tetov, kemi nda shuma milionshe për spitalin në Kërshov, dhe këto janë punë konkrete, dërsa të tjerët po flasim përsëri thom për folklor. Ju vetë e keni notuar se cilat janë komunat ku keni gjasa përfituar dhe cilat komuna ishin më problematike si koalicion? Unë jam në teren, edhe realisht njerëzit njohan si njeri i terenit. Zakonisht bëj sondazhe vetë se non-stop jam komunikim dhe me thënë nga mëngjesi deri në ditë natës me qytetarët. Nuk duhet flasë si Taravari që në rejtë e neve se në Gostivar do të fitojmë 3-1 kur ishte kandidat për president edhe humbëm Gostivar. Po ati që e thamë unë t'jeni të bindur se ashtu është realiteti. Në çdo komunë shqiptare Vleni është favorit. Do nisëm nga zona 6 nga Kuvion. Dhe ju lutem që ta regjistroni këtë deklarat. Dhe thot, BDI nuk do të merë asë një komunë zonën 6, ati ku janë shumica e komunave shqiptare, apo. Dhe Vlen është favorit, po ashtu në gjitha komunat në Shkup dhe rrethin. Dhe ne jemi favorit nga Kumanova deri në Strug. Në flas për komunat shqiptare. Për momentin si të them, e vetmja komunë që ne edhe s'kemi kandidat, pasi që atje janë shumic dominante të përkatësisë turke, që BDI ka kandidat është Plasnica. Vetëm ati besoj që BDI është favorit, shpresojmë me 19, këtë që e thamë, ju do e ndjekni rezultatin e mbrëmjes asaj nate që komunat shqiptare do t'i drejtoj dhe do t'i menaxhoj Vlen. Me tërë këtë siguri, desha të di dhe sa dhe si do të sigurojni që premtimet para zgjedhore që i bëni t'i ktheni në vepra dhe në realizime? Shif, tash ne po kemi argumente se dallojmë nga ato tjerët. Edhe kur e kemi themelu lëvizjen Besa, unë kom qenë edhe në diaspor, piqja e parë ishte kjo ju që e parashtroni. Kitë okej, këtë shka po thoni, po cili është argumenti juj me na bind neve se edhe ju nuk do të bëj si ato tjerët. Edhe ishte vështirë në atë periudhë, pavarësisht që thonim se ne vim nga një formim tjetër, edhe familjar, edhe intelektual, edhe njerëzor, po njerëzit ishin shumë skeptik. Dhe ne ju thonim, na jepni vetëm një shansë. Ne do t'u vërtetojmë me fakte dhe argumente se ne dallojmë nga ato tjerët. Dhe ne, momentin që e morëm Tetovën në menaxhim, gjithçka ndryshoi më rrënjësisht. Momentin që menaxhuam me komunën e Zhelinës, që pavarësisht ka qenë një komunë e braktisur, e ke komplet të transformuar. Çdo fshat me asfaltim, me shkolla, me kanalizim, me rrugë, me trotuare, të realizume projekte në mënyrë sistematike dhe tani për tani, do me thënë, është një komunë simbol që po zhvillohet edhe po ecë mbarë, do me thënë. To janë faktet dhe argumentet që ne u afrojmë qytetarëve. Doni një komunë si e Tetovës, nga momenti që e murëm në menaxhim dhe e Zhelinës, apo do një komuna që kemi harru të shohëm një projekt ta promovojnë, do me thënë, në rrjetet sociale apo në televizione. Inexistente janë. Ju e shifni, do me thënë, edhe lajmet që po banë, në fakt që banë me tendencë, nga raporti që kemi ne, për komunat e Maqedonisë, mbi 50% të lajmeve janë për komunën e Tetovës. Do me thënë, është top tema. Për shkak se ne jemi shumë aktiv,
Dhe kemi realizu shumë punë dhe pala tjetër do të nxijat punë. Me thanë, komunat kryesore kanë qenë Tetova Zhelina, dhe i kje total në hares komunat tjera Dembele që kanë flet gjumë gjatë gjithë kohës që janë kryetarët që vinë nga radha e BDI-s. Zdrazizi, unë ju uroj suksese në zgjedhjet të tanishme dhe faleminderit shumë për kohën dhe bisedën. Faleminderit, ishte kënaqësi që unë ndodhëm këtu në këtë studion tuaj dhe shpresoj të na kishin ndjek edhe qytetarët e komunës Likovës dhe shpresoj që edhe këtu do ketë një befasi të këndshme. Patjetër që faleminderit shumë. Faleminderit. Shikues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për sot në Debat News. Me mua jemi herën tjetër. Mirëmbëngjes.